Radio Pendimi, edicioni I lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Ndër të tjera në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni: digjet një vetur në veri të Mitrovicës, ndërsa në Siri kërngrecit marrin edhe një bazë ushtarake në Damask. Vazhdon me tutje dhuna në gazet e Palestinës mes Hamasit dhe Izraelit. Rasti Kleçka sot para Gjykatës Supreme. Gjykata Supreme do të shqyrtojë sot kërkesën e prokurorit Marcio Salustro paraqitur kundër gjykimit të Gjykatës së Qarkut, më të cilën janë liruar Fatmir Limaj dhe të tjerët në rastin Kleçka. Avokati mbrojtës I deputetit Limaj ka thënë se ai dhe klienti I tij ka paraqitur me shkrim ankesën dhe do të jenë në gjykatë në orën 9:30 kur nis edhe seanca e kolegjit. Ankesa e prokurorit është krejtësisht është në kundërshtim me lëndën faktike dhe në kundërshtim edhe me dispozitat e kodit të procedurës penale dhe instrumenteve ndërkombëtare të drejtave të njeriut, ka thënë Recaj për mediat. Në këtë seancë përpos Fatmir Limaj do të ketë procedurë edhe kundër Nexhmi Krasniqit, Naser Krasniqit dhe Naser Shalës, që konsiderohen si e prorë gjatë luftës, transmetojnë mediat. Digjen 3 vetura në verit e Mitrovicës. 3 automjete private janë djegur si rezultat I zjarrvendësve së qëllimshme me substanca ndezëse, transmetojnë mediat kosovare për policin. Në njoftim po ashtu thuhet se 2 vetura janë djegur në Mitrovicë, ndërsa një tjetër në Zveçan. Njësitë policore të cilat kanë reaguar në vendngjarje kanë konstatuar se persona ende të paidentifikuar mëndim të substancës ndezë që besohet të jenë derivate të naftës dhe benzinës u kanë vënë zjarrin automjeteve. Nuk është raportuar për të lënduar, thuhet në njoftime. Policia e Kosovës I ka regjistruar rastet si vepra penale shkaktim I rrezikut të përgjithshëm. Miratimi 3 ligjeve hap dritën jeshile për Shqipërinë. Për votimin e 3 kushteve të kërkuara nga Brukseli për marrjen e statusit kandidat për Shqipërinë, një tjetër apel për politikën shqiptare vjen nga ndërkombëtarët. Drejtori për zgjerimin në KE, Stefano Sanino, gjatë takimit me shefin e diplomacisë shqiptare Edmond Panariti në Bruksel, ka theksuar se miratimi 3 ligjeve hap dritën jeshile për statusin dhe për këtë ka nënvizuar se duhen rezultate konkrete dhe të shpejta për zbatimin e rekomandimeve të mbetura. Gjithashtu, komisioneri ka shtuar se është bërë shumë progres deri tani që nuk duhet çuar dëm. Në të njëjtën linjë është shprehur edhe ministri I jashtëm Panariti, I cili u ka bërë apel forcave politike për të treguar përgjegjësi për marrjen e statusit, pasi sipas tij do të qetësonte klimën politike në vend. Forcat politike duhet të kuptojnë rëndësinë e zgjidhjes së situatës, shpresoj në një zgjidhje për të mirën e vendit, është shprehur Panariti. Ministri I punëve të jashtme Edmond Panariti ndodhet në Bruksel ku do të marrë pjesë në takimin ministerial mbi nismën Adriatiko-Joniane. Maqedoni, protestë për masakrën në Mariupolit të vitit 1944. Ashtu siç ishte paralajmëruar, një grup qytetarësh të njëcuar nga Sulejman Sulejmani, duke filluar nga qendra e qytetit, kanë marshuar deri te monopoli I Tetovës për të përkujtuar të vrarën shqiptar me datën 19 nëntor të vitit 1944 në kampin I cili u themeluar në këtë vend pasi që forcat serbëslave kishin hyrë në qytetin e Tetovës. Sipas Sulejmanit, kjo iniciativë është vetëm simbolike, sepse ajo se çka ka ndodhur në vitin 1944 është duke u harruar nga gjeneratat e reja dhe një farë mënyre mbahet e fshet nga historianët. Ndryshe kjo ditë zyrtarisht festohet si dita e çlirimit të Tetovës, por sipas disa historianëve, kjo ditë paraqet të kundërtën për shqiptarët sepse në këtë ditë është bërë dorëzimi I pushtetit nga forcat e përbashkëta nacionalçlirimtare tek ato serbëslave të cilët masakruan shqiptarët. Sipas kryeministrit turk Erdogan, Izraeli është shtet terrorist. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan në Këshillin Euroaziatik Islamik përsëri u përgjigj mjaft ashpër ndaj sulmeve izraelite që po ndodhin në Gaza. Sipas Erdoganit, ata që terrorin edhe muslimanët I bëjnë bashk, bëhen sikur nuk shohin atëherë kur muslimanët masakrohen në mënyrë barbare, ata që nuk duan të shohin diskriminimin ndaj muslimanëve në shtetet e tyre, gjithashtu I mbyllin syt edhe kur egërsisht masakrohen fëmijët e pafajshëm të Gazës. E keni parë fëmijët në krahun e vëllaut ton Ismail Hanije? A është e mundur që masakrimi I kësaj familje të ketë vend në drejtësi?
A është e mundur të themi se kjo është njerëzore? Prandaj unë them se Izraeli është shtet terrorist e kjo po dëshmohet. Ndërkohë ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu ka paralajmëruar që sot do të vizitojë Gazën. Siri, kryengritësit marrin edhe një bazë ushtarake në Damask. Kryengritësit në Siri kanë thënë se kanë marrë kontrollin e një baze ushtarake në periferitë e Damaskut. Një video publikim ka treguar njësitë të ushtrisë së lirë siriane duke ecur nëpër bazën e batalionit të mbrojtjes ajrore. Organizata ndërkombëtare humanitare paralajmëroi se deri më 200.000 fëmijë sirian janë në rrezik serioz për shkak të temperaturave të ulta që po godasin vendin me afrimin e dimrit. Rreth 500.000 sirian janë zhvendosur në qendra të refugjatëve në Turqi, Jordani dhe Liban. Siria po përballet me protesta antiqeveritare qysh në mars të vitit të kaluar. Presidenti Bashar al-Assad ka shtypur dhunshëm kundërshtarët e tij, mbi 38.000 njerëz thuhet se kanë humbur jetën në trazira. Palestinë, Izudin Kasam kanë goditur Birsebeja, ndërsa Izraeli ka pezulluar operacione tokësore. Qyteti i Birsebeja është përballur me sulme të rënda me 16 raketa Grad, që 9 nga ato janë lëshuar në sistemin e kullës së hekurt. 3 tjera kanë rënë brenda në qytet duke shkaktuar dëme materiale dhe duke djegur një autobus. Njësitë e Izudin Kasam, krahu i armatosur i Hamasit, njoftojnë për lëshimin e 16 raketave në qytetin Birsebeja në jug të Izraelit. Nga ana e tij, Izraeli ka vendosur të pezullojë operacione tokësore në ripin e Gazës përkohësisht që t'u jap një shans përpjekjeve diplomatike, sipas njoftimit të agjencisë France Press nga një zyrtar izraelit. Forcat izraelite qysh nga e mërkura vazhdojnë sulmet agresive mbi ripin e Gazës. Deri më tani numri i të vrarëve palestines ka arritur në 110 persona, duke përfshirë 28 fëmijë, 11 gra dhe 13 të moshuar. 884 janë të plagosur, duke përfshirë 280 fëmijë, 145 gra dhe 57 të moshuar. Të nderuar dëgjues, krejt në fund sjellmi edhe parashikimin e motit që sipas meteorologëve në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën, temperaturat janë 9 gradë Celsius, ndërsa Tirana ka 19 gradë Celsius vranësira dhe kryeqyteti i Maqedonisë Shkupi ka vranësira dhe rreshje lokale shiu me 9 gradë Celsius.